Horoskopi ditor dhe Mërkur 19 nëntor 2025. Dashi, do jeni më të dëshirueshëm se kur sot nga partneri juaj dhe do kaloni momente të paharrueshme pranë tij. Dita do të jetë si një ëndër e mrekullueshme. Beqarët nga ana tjetër do kenë takime pafund dhe do e gjejnë shpejt atë që kanë dëshiruar. Për shkak të shpenzimeve të mëdha, situata financiare nuk do të jetë shumë e qëndrueshme. Kujdes! Demi, ndjenjat për partnerin do jenë edhe më të thella sot, do dashuronin në pafundësi dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Edhe beqarët nga ana tjetër do kenë dashuri me shikim të parë, megjithatë nuk duhet të nxitohen për asgjë. Në planin financiar do menaxhoni me shumë kujdes të ardhurat dhe fatmirësisht nuk do keni as problemin më të vogël. Binjakët, do grindeni kot së koti me partnerin tuaj sot dhe dita do jetë e paqëndrueshme. Mos i kaloni limitet, sepse do futeni në një tunel të errët. Beqarët, edhe pse do kenë mundësi të shumta për takime, nuk duhet të bëjnë asnjë çmenduri. Çdo gjë duhet të realizohet në kohën e vet. Në planin financiar duhet të merrni masa dragonike, sepse përndryshe nuk keni për t'ia dalë mban. Gaforja, asnjë planet nuk do ndikojë tek jeta sentimentale e çifteve sot. Prandaj çdo gjë do varet nga sjellja juaj. Mos u tregoni impulsiv dhe të paduruar. Beqarët do jenë gjithkohës në kërkim, por nuk do gjejnë atë që kanë ndërruar gjithkohës. Financat nuk do jenë të mira dhe kjo do jetë një shqetësim i juaj për gjithkohën. Tregoni të kujdesshëm me shpenzimet. Luani, sot duhet të merrni në dorë fatin e jetës suaj në çift dhe duhet ta përforconi lidhjen që keni krijuar. Partneri do bëjë të njëjtën gjë dhe gjithçka do shkojë më së miri. Beqarët do kenë shumë mundësi të gjejnë personin ideal. Shumë shpejt ata nuk do ndihen më vetëm. Në planin financiar nuk duhet në asnjë mënyrë të kryeni shpenzime të tejskaqshme, sepse do keni shumë vështirësi më vonë. Virgjëresha, do ndjeni mirë sot pranë atij që dashuroni dhe nuk do keni debate të forta. Të dy do tregoni më tolerant dhe më të kuptueshëm se disa ditë më parë. Beqarët me shumë gjasa do gjejnë personin ideal dhe do ndihen të plotësuar në këtë plan. Në planin financiar do ju gjeni zgjidhje të gjitha problemeve që keni pasur dhe do ndiheni më të qetë. Peshorja, ata që janë në çift do adhurojnë personin që kanë në krah dhe do ndihen të gatshëm të bëjnë çdo lloj sakrifice për të qëndruar gjithkohës me të. Beqarët do takojnë shumë persona që do ju ngjajnë me atë që kanë ndërruar, por në të vërtetë nuk do jenë të njëjtë. Kujdes me hapat që do hidhni. Në planin financiar do duhet të merrni vendime të rëndësishme. Akrepi, ditë e shkëlqyer për të dashuruarit. Momentet e lumtura do jenë të shumta gjatë kësaj dite, kështu që shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni. Beqarët do jenë mjaft tërheqës dhe do arrijnë ta bëjnë për vete personin që do pëlqejnë. Në planin financiar do jetë Saturni ai që do ndryshojë rrugën dhe do nxitë të tregoni më të kujdesshëm me shpenzimet. Shigjetari, edhe pse partneri është shumë kokfort, sot do arrini të rivendosni bashkëpunimin në çift. Do tregoni pak më tolerant dhe të kuptueshëm me atë që keni në krah. Nëse zemra juaj është ende e lirë, mundësitë për të gjetur personin e duhur do jenë të pakta, kështu që qëndroni me miqt. Në planin financiar do përballeni me disa vështirësi. Kujdes! Britsjapi, mos kërkoni gjatë gjithë kohës të jeni në qendër të vëmendjes dhe partneri të qëndrojë gjithë kohës me ju, sepse nuk do të plotësohen dëshirat. Çdo gjë e ka një kufi, mos e tejkaloni atë. Beqarët ka mundësi të fillojnë një aventurë shumë të bukur dashurie.
Për financat do jeni paksa të shqetësuar, sepse ato nuk do jenë në gjendjen më të mirë. Me pak durim dhe kujdes mund t'ia dilni. Ujori. Nëse kohët e fundit jeni përballur me vështirësi dhe debate të forta në jetën sentimentale, sot ka ardhur koha t'i zgjidhni ato dhe të qetësoheni. Ai që keni në krah do kërkoj falje për gabimet që ka bërë. Beqarët do kenë takime joshse, por nuk do ndihen të sigurt për të filluar me njëherë një lidhje. Rrethanat nuk do jenë të favorshme për përmirësime të financave. Peshqit. Duhet të tregoni më të sinqert me partnerin tuaj gjatë kësaj dite nëse doni që emocionet të jenë edhe më të mëdha më vonë. Nëse nga ana tjetër jeni beqar, duhet të luani me sharmin dhe aftësitë tuaja joshse. Pritet të keni fat në dashuri. Në planin financiar nuk duhet të shpenzoni kuturu, sepse do keni probleme shumë të mëdha. Tregoni më largpamës.